Të dashur tifos të Barcelonës, mirëmbrëma. Unë jam Valoni dhe jam këtu sonte për t'ju transmetuar informacione të cilat nisin një epokë të re nga faqja Barcelona më shumë se një klub. Hansi Flick po punon për të rregulluar kurthin jashtëloje dhe për të arritur një nivel të njëjtë siç ishte vitin e kaluar. Ju e dini se mbrojtja e Barcelonës vitin e kaluar ishte mbrojtja më e mirë në botë, e cila i zinte në kurthe të gjithë lojtarët më të mirë evropianë botëror që luanin kundër nesh. Dhe për të punuar në këtë drejtim, Hansi Flick po bashkëpunon bashkë me Heiko Westermann, personi kryesor i cili është përgjegjës dhe për këtë punë. Prandaj ato po e përdorin një ekran më të gjerë dhe më të madh në stërvitje, në atë mënyrë që t'i bëjnë më mirë llogarit se si duhet punuar dhe për t'i korrigjuar gabimet. Rregullimet e bëra në vijën mbrojtëse përqendrohen kryesisht në atë kur duhet të ngriheni ose të zbrisni mbrapa dhe si ta ruani pozicionin e duhur në mënyrë që çdo gjë të jetë perfekte dhe mos të dështojë. Qasja ndaj problemeve mbrojtëse shkon përtej vijës së pasme. Gjithashtu lidhet me shtypjen dhe humbjen e topit në zonat e rrezikuara. Një nga përfundimet e arritura nga stafi i trajnerit është se topi duhet të jetë nën presion shumë më të madh. Tha ata përdorin golin e Mbappes El Clasico dhe golin e Borja Iglesias në ndeshjen e fundit të luajtur, ku Barcelona pranoi gol. Një rol vendimtar luajnë edhe portierët. Prandaj, sistemi detyron ata të qëndrojnë shumë vigjilent. Trajneri i portierëve, De La Fuente, propozon shumë punë analitike, përfshirë edhe analizën e videove. Flick është gjithmonë i vëmendshëm dhe mbikëqyr atë nga afër. Andaj, Barcelona shumë shpejt pritet të përmirësohet në këtë drejtim dhe të vijnë atje ku na takon.